Perandoria bizantine është, siç e dini, trashëgimtare e drejtë për drejtë e perandorisë romane. Është strukturë e madhe shtetërore, ose megastrukturë, e lindur në ky kolos i antikitetit siç ishte perandoria romane. E dini që ndarja në pjesëlimit dhe perëndimit u shënua në perandorin Dioklecian në shekullin e tretë e në fundin e shekullit të tretë të erës sonë, për të vijuar pastaj me Konstantinin e Madh, i cili në fillimet e shekullit të katërt të erës sonë i mori ulët me kalimin e tij në Bizant dhe vendosin e kryeqendrës së pjesës lindore të perandorisë në Bizant. Sigurisht ju e dini që Bizanti ka qenë jo më kot qendra që e vendosi Konstantini i Madh si seli të perandorisë së re, pra perandorisë së ardhshme. Bizanti ka qenë një vend, një koloni shumë e rëndësishme e grekëve. Është një qendër e fuqishme tregtare, ku kryqëzoheshin të gjitha rrugët që kalonin, siç është Stambolli sot pra, kalonin nga lindja në perëndim dhe anasjelltas. Kështu që jo më kot Bizanti, i cili mori emrin e Konstantinit më pas, pra u bë Konstantinopolis, qyteti i Konstantinit, dhe me këtë emër vijoi të ishte kryeqyteti i perandorisë së ardhshme bizantine. Pra, ajo që desha të them është që trashëgimtarja, ose siç thuhet me një fjalë të huaj, suksesoria pra, e perandorisë së fuqishme romake, për rreth 10 shekuj të tërë u bë perandoria bizantine. Një perandori e cila ka kulmet e veta në historinë e saj, ka rënjet e veta, pra ka pasur shumë ngjarje dramatike shpeshherë, që e kanë shënuar historinë e kësaj perandorie të fuqishme. Janë ngritur dhe ulur dinasti të fuqishme. Komnenët, Angjëllorët, Maqedonësit, Paleologët e tjerë, pra shumë dinasti kanë qeverisur. Kanë ndrodhur transformime të mëdha kulturore. Nga një perandori e cila deri në kohën e perandorit Herakli kishte bazë të saj latinishten, e cila përcaktonte dhe bazën kulturore pra të qytetërimit latin të perandorisë nga kishte dalë pra perandorisë romake, u fut që nga viti 600 e ca, u fut greqishtja nga Herakli, dhe greqishtja u bë këtej jetutje gjuha e vetme e perandorisë bizantine. Në mënyrë që kjo t'i përgjigjej pra edhe potencialit kulturor në greqisht që kishte pjesa lindore e perandorisë romake, pra perandorisë bizantine. Tani, sigurisht që Bizanti është në të njëjtën kohë perandoria në të cilën ndodhin, ose brenda së cilës ndodhin dhe transformimet shoqërore, politike, pse jo edhe etnike të hapësirës shqiptare. Shqiptarët, si që dim, ilirët pra, paraardhësit tanë, se s'mund të flasim që në fillim për shqiptarë, ilirët u gjendën në krahun lindor, në qarkun lindor të perandorisë romake, pra në pjesën lindore,
do të thot në perandorin e ardhshme bizantine. Vija e famshme e Theodosit, pra, si që dini, e 395-ës, vija e hequr midis lindjes dhe perëndimit dhe që shënoi ndarjen, konturimin përfundimtar të dy njësive të mëdha, Shqipërinë dhe shqiptarët, më falni që po flas konvencionalisht tash se kemi Ilir pra në këtë kohë, ende nuk mund flitet për shqiptar, po unë po flas për ta kuptuar më mirë pra, duhet të bëjmë një marrëveshje fjale që po flas për shqiptar, Shqipëri dhe shqiptar. U ndodhën në anën lindore të vijës së famshme të Theodosit. Desha të them me këtë. Me këtë desha të them, pra i referohem frazës paraardhëse, që brenda qarkut bizantin, pjesë të cilit ishte, janë zhvilluar transformime të mëdha në vendin tonë, në shoqërinë tonë të atëhershme. Transformime, thash, shoqërore. Kalimi nga antikiteti në mesjetën e hershme. Kalimi nga ilirët tek shqiptarët. Pra, ajo e famshmja, pra etnogjeneza e shqiptarëve që ka të bëj me procesin e kalimit nga ilirët tek shqiptarët. To të gjitha kanë ndodhur brenda perandorisë bizantine. Po kështu, vetë të parët tanë kanë provuar të gjitha goditjet që ka marrë perandoria, pjesa lindore e perandorisë romake, pra perandoria bizantine, nga barbarët. Dyndjet e famshme barbare. Dyndjet të cilat përplaseshin mbi kufijt romak në trajtën, sepse kemi fjalë të sotme të një tsunami, pra. Barbarët nuk dinin gjë tjetër, vetë se shkonin të strofullat e tyre, pregatiteshin dhe godisnin kufirin. Venin, hynin, plaçkisnin, bënin tërhiqeshin prapë. Mirë po kjo nuk ndodhi më pastaj. Ata filluan të mos tërhiqen, sepse sulmet, si që thash pra, ishin në fillim, shkonin, hynin brenda kufirit, merrnin, plaçkisnin, dilnin. Kurse më vonë, natyrisht sulmet barbare, si që dim ne, shekulli 5, për shembull, 6, 7, u bënë sulme frekuente, u kthyen, morën trajtën e invazionit, të pushtimit, pra, shumë fise që erdhën nga lindja, goditën rënd perandorin bizantine, por mrekullisht perandoria bizantine, qoftë dhe për shkak të organizimit, qoftë edhe për arsye se barbarët synimin e kishin në perëndim, natyrisht u shpëtoi. Pjesa lindore, pra, shpëtoi nga rënimi prej sulmeve barbare. E natyrisht, pavarësisht nga shkatrimet dhe ato që mbollën, barbarët kaluan në perëndim. Dhe si që dini, në vitin 476, pjesa perëndimore e perandorisë romake ra nën goditjet e barbarëve. Ne e dim pastaj që Odoakri, pra, udhëheqësi i barbarëve gjermanik, mori pushtetin. Kështu që pjesa e perëndimit mbaroi. Tani pjesa lindore, perandoria bizantine, ishte ajo që u mbijetoi me sukses të gjitha këtyre sulmeve. Dhe brenda këtij qarku, thash, edhe trojet tona, edhe të parët tanë, po i quaj tani, se bëj gabim të quaj shqiptar, ndoshta se duen quajtur ende ilir, pra, ose është në procesin e transformimit, të kalimit nga
shqiptar, nga ilirët tek shqiptarët. Pra edhe këtu në vendin ton ndodhen procese shumë të rëndësishme, me rëndësi kapitale për historinë e shqiptarëve. Si që është ajo e etnogjenezës, për shembull, kalimit nga ilirët tek arbërit. Pra, thash edhe një herë që historia bizantine është një histori, një perandori e gjigante, e shtrirë në 3 kontinente, që arriti një nga kulmet e zhvillimit të saj me perandorin e famshëm Justinianin, që i takon shekullit të 6, pra viteve 500 i themi ne, shekullit të 6. Ky është një nga perandorët më të njohur në historinë botërore, por dhe një nga legjislatorët më të mëdhej të njerëzimit. Është ai që mlodhi një ekip të fuqishëm juristësh të kohës, mori gjithë tekstet që kishin mbetur të legjislacionit të famshëm romak, dhe ju e dini çka qenë Roma për ligjin dhe për legjislacionin, një 3000 tekste në mos gaboj, i shoshitën, i diskutuan, i përshtatën dhe krijuan të famshmin Corpus Juris Civilis, ose e thënë shkurt pra kodin e famshëm të Justinianit, i cili, me të cilin pra, janë qeverisur, pra legislacion që e kanë përdorur, shumë shtete më vonë, pra ka qenë në përdorim edhe më vonë, në format të ndryshme, një legislacion i cili ka lënë gjurmë shumë të rëndësishme në zhvillimet e mëpasme historike të njerëzimit. Po ashtu, në kohën e Justinianit, arriti apogjeun e shtrirjes territoriale. Ai kishte një grua shumë ambicioze, Teodorën pra, e cila e nxiti që të krijonte ushtrit fuqishme dhe të bënte pushtime të mëdha, si në veriun e Afrikës, si në jugun e Italisë, po pse jo, në veri shkoi deri në Romë dhe mori dhe vetë Romën pra. Justiniani është një nga perandorët më të fuqishëm të perandorisë bizantine. I dha impulse të fuqishme zhvillimit të qytetërimit bizantin. Jo vetëm në sferën e ligjit, pra të së drejtës, që unë përmenda, po dhe në sferën politike. Në kohën e tij ka filluar një zhvillim maramendës i qyteteve bizantine, i tregtisë, i teatrit, i kulturës, u ndërtuan pafund teatro në perandori, sidomos në këto metropolet, pra qytetet kryesore të perandorisë. Sigurisht, edhe më vonë, perandoria gjithashtu ka pasur një sër zhvillime të rëndësishme, ka pasur rënje, si që thashë, nga i herë deri në kolaps, si që ishte për shembull kryqëzata e 4 në vitin 1201, ra dhe u krijua perandoria latine e lindjes. Pra kryqëtarët arritën ta shembin perandorinë bizantine dhe që këtej pastaj, nga shekulli 13, perandoria, edhe pse u restaurua nga viti 1265 në mos gaboj, 261, edhe pse u restaurua pra, përsëri perandoria që nga kjo kohë mbeti një trup i dobësuar, gjigant, por i dobësuar. Sepse, si që thash, presioni nga perëndimi, kryqëzatat pra, dalja në skenë si një formacion i fuqishëm politik i shteteve turke në Anadol dhe sidomos i shtetit Selçuk të Konjës,
sultanatit të famshëm pra të Konjës, kush e ka parë filmin e këtij Ertogrulit, pra si e ka titullin, ka parë se si janë sa të ndërlikuara janë zhvillimet politike në Anadol, pra. Do me thënë, dalja e turqëve si një fuqi politike e rëndësishme në Anadol, sigurisht që Bizantin e rrudhi shumë nga pikpamja territoriale, e dobësoi shumë nga pikpamja e fuqisë. Sepse mendoni që Bizanti Anadolin e kishte një nga bazat më të rëndësishme dhe këtu filluan të bëhen turqit gjithnjë e më të fuqishëm. Derisa pastaj betejë e Manaskertit e 1071-shit vendosi plotësisht hegemoninë turke në Anadol. Kështu që nga kjo kohë nën presionin, si që thash, turk nga lindja, të persve, shtetit pers, të kryqtarëve perëndimor, të shteteve perëndimor dhe të kryqtarëve perëndimor, nën këto goditje, plus dhe krizat e brendshme politike, e bën Bizantin, perandorin bizantine, që të shkonte dal nga dal drejt rënjes së saj. Natyrisht që këtë e shpejtoi më shumë edhe ngritja dhe forcimi i jashtëzakonshëm, shumë i shpejt i Osmanëve. Ne e dim nga historia që nga viti 1299 fillon e merr jetë shteti Osman, i cili këtej jetutje në trajtën e një orteku fillon e zmadhohet vazhdimisht. Cilët kishin kufitar me te? Natyrisht ishin Bizantinët. Bizantinët merrnin goditje të vazhdueshme nga Osmanët. Madje arriti puna deri atje sa Osmanët filluan edhe të diktojnë edhe në fronin Bizantin, kur të lobojnë për njerin apo për tjetrin, pra. Do me thënë, kjo po shënoi tatpjetën e pandalshme tani të perandorisë bizantine. Të meskura koalicioni drejt anti-Bizant, ajo forcua akoma më shumë në vitin 1889. Pa tjetër. Dhe çfarë kemi tani? Ne kemi një rritje në fuqisë osmane, kalimin e Osmanëve nga Anadoli në pjesën europiane të perandorisë. Ederneja për shembull që u bë qendra e re nga bursa në Edirne, vendosja e kryeqytetit në 1365, ishte një tregues shumë i rëndësishëm që tani një gjigant i ri po dobësonte, po rrudhte gjithnjë më shumë perandorin, gigantin e mëparshëm perandorin bizantine. Kështu që natyrisht ne e kemi bërë dhe me studentët tanë që sulmet osmane sa vinde e dendësoheshin gjithnjë më shumë, tokat shqiptare filluan të hyjnë njëra pas tjetrës nën sundimin osman, është fjala për fundin e shekullit të 14 dhe fillimet e shekullit 15, dhe natyrisht që edhe kryeqendra e perandorisë ishte nën tronditje të vazhdueshme. Aq sa osmanët e rrethuan, erdhi duke u ngushtuar Konstantinopoja, pra Stambolli i famshëm, derisa më 29 maj të vitit 1453 do t'ishte Sultan Mehmeti i dytë, ose Fatihu, pra pushtuesi, i cili me një luftë të fuqishme, me një betejë që ka hyrë në historinë e luftrave si një nga betejat më të mëdha, pra, mundi ta rrethoj dhe ta pushtoj Stambollin. Me këtë merr fund një perandori
me mosh, po themi, nuk e di, më shumë se 10 shekuj pra, shekullore, dhe si që tham pra, një perandori që mbajti gjallë në një farë mënyre traditën e famshme të perandorisë romake të dikushme. Ishte trashëgimtare që e zgjati dhe për 10 shekuj pra jetën e perandorisë romake. Prandaj quhej dhe perandoria romake e lindjes pra. Sepse natyrisht u kalua nga një perandori si që ishte perandoria romake në perandorin bizantine. Natyrisht që perandoria bizantine ishte një ndërthurje, një mikstur, një shkrirje e traditës romake me kulturën greke, me qytetrimin grek, ose qytetrimin lindor, popujt pra të cilët i futin në qati. Dhe sigurisht që ky aliazh e bënte perandorim bizantine një entitet me cilësi të veçanta pra, që krijoi një qytetrim të veçantë, vlerat e cilit pas rënjes së Konstantinopolës filluan të eksportohen në vende të ndryshme. Ju duhet ta dini se pas rënjes së Konstantinopolës, shumë intelektual bizantin kaluan në perëndim, duke u bërë një ushqim i fuqishëm, një mbështetje e fuqishme për rilindjen europiane, sepse jemi në kohën e rilindjes europiane. Ne e dim që shekulli 15-16 janë kohë e një faze të rëndësishme të historisë europiane, të rilindjes pra. Dhe shumë intelektual bizantin, si që theksova, u bënë një kapital shumë i rëndësishëm për ta fuqizuar rilindjen europiane, humanizmin europian. Po kështu, perandoria bizantine la gjurmë të forta edhe në përmjet pjesëve që u shembën më vonë, për shembull mbretëria e Trapezundit që quhet në detin e Zi, që jetoi dhe për disa dekada më pas, ose si që ishte për shembull Moreja apo Peloponezi, ku nipi i perandorit bizantin mundi të qeverisë edhe për një kohë. Por koha natyrisht që e shkurtër, se dhe Peloponezi në 1460 ra në sundimin Osman, pra u pushtuan nga forcat e Mehmetit të dytë. Natyrisht që tabloja osmane, që zëvendëson tani tablon bizantine, në të gjithë Ballkanin, sigurisht që krijoi një realitet të ri, politik, ekonomik, shoqëror, kulturor dhe fetar. Ky realitet si duhet parë? Natyrisht duhet parë në 2 aspekte. Duhet parë në planin e asaj që rekomandojnë filozofët e historisë për procesin historik, si continuity and change, pra vijimësi dhe ndryshim. Në këto 2 binar lëviz procesi historik, pra, që do të thotë se asë një periudhë nuk fillon nga zeroja. Dhe se çdo periudhë ka në një mënyrë ose në një tjetër të integruar brenda saj shumë gjëra nga periudha paraardhëse. Dhe komponenti i dytë, që është change, pra risia, janë të gjitha zhvillimet e reja, karakteristikat e reja, politike, ekonomike, fetare, kulturore, që sjell realiteti i ri. Në rastin konkret, realiteti Osman. Por, cilat janë lidhjet më të rëndësishme që spikasin
në këtë kapërcyll shumë të rëndësishëm pra, nga koha bizantine në kohën osmane. E para është fakti që jo të gjitha teritoret provuan një kalim të drejt për drejt nga Bizanti në perandorinë osmane. Teritoret tona, për shembull, jo. Pse? Ju e dini historinë e mesjetës son, që nga perandoria e famshme Stefan Dushani, pra, në mesjet, këtu flitej në tokat shqiptare, flitej tashmë për një realitet serb, pra pushtim serb, cili e vendosi qendrën e tij në Shkup dhe përparoi thellë drejt jugut. Tokat shqiptare u vunë, ose tokat arbrore, u vunë në sondimin serb. Dhe natyrisht këtu u këput fasha bizantine. Ne hymë në sondimin serb. Dhe nga sondimi serb, rënojat e mbretërisë apo të perandorisë serbe, e cila u shem në vitin 1355, sepse vdiq kreu i saj Stefan Dushani, atë e mori për fat të keq ajo që u quajt murtaja e zezë në Europë, dhe sigurisht kjo dha rast, siç e dini, për krijimin e një numri principata shqiptare të pavarura, mbi rënojat e perandorisë serbe. E dini Topijajt, Muzakajt, Zenebishët, Balshajt në veri, pra një sër principatash morën jetë. Prandaj, ç'dua të them me këtë, koha osmane, shqiptarët i gjenë jo në periudhën bizantine, pra ose shprehur më saktë akoma, në viset shqiptare, kalimi nga Bizanti në perandorinë osmane nuk qej drejt për drejt, sepse ishte këputur nga sundimet slave. Por kjo nuk do të thotë që edhe në viset shqiptare nuk ishte konservuar tradita bizantine. Po ku e shohim ne këtë? Po e shohim më mirë dhe më qartë ku në simbolikën e princave të pavarur shqiptar. Kush e kush t'i referoi oborit bizantin, kush e kush të kishte një shenjë, pra për legjitimim të brendshëm sigurisht, të kishte një shenjë nga, ose të gjente një lidhje të stisur shpeshherë, do me thënë, me traditën bizantine, me oborin bizantin. Pse? Princit vendas, kjo i jepte fuqi për të legjitimuar brenda vendit. Prandaj qoftë edhe në të drejtën që ekzistonte pra ligjin e principatave shqiptare, pra në aspektin juridik, tradita bizantine, qoftë edhe në aspektin politik, mbijetoi në disa forma të ndryshme, pra, ku më pak, ku më shumë. Natyrisht, tokat shqiptare kanë edhe një specifik tjetër të veçantë. Çfarë? Që sondimi bizantin është këputur dhe më përpara shpesh nga sundimet të tjera të huaja, me origjinë nga lindja dhe nga perëndimi. Po ku cilat janë për fuqitë lindore? Po ju e dini, për shembull, vetëm sundimi bullgar sa ka zgjatur? Ka zgjatur rreth një shekull e gjysmë, dysh sa i bie, domethënë, që krijoi në toponimi, për shembull, në këtë ka lënë gjurmë edhe sot e kësaj dite, emrat e vendeve, qyteteve e tjera. Po Gradeci, për shembull, e tjera. Novosele, Çanto, të gjithë, pra një sër toponimesh në Shqipëri. Po kështu ka lënë gjurmë kishtare të forta. Pse? Pjesë e madhe e tokave shqiptare, popullsisë shqiptare, u vunë në brenda juridiksionit kishtar të Ohrit, të patriarkanës të Ohrit, cilën e themeluan bullgarët. Pas asaj të Tërnovos, pra zhvendos. Kurdo? Ka pas dhe kryeqytet një kohë. Edhe një kohë kryeqytet, shumë e saktë. Pra,
të shkurtër? Patjetër. Kam dëgjuar një histori. Vetëm zëri të jeti fort që ta dëgjojnë të gjithë. Kam dëgjuar një histori ku nuk kemi sikur se është fiks për një princ bulgar I cili ato ishte pagan kur u bë pushtimi I Shqipërisë, edhe në gjysmën e dytë të shekullit që bë kristianizimi në Bullgari ai ku konvertuan në Shqipëri. Dhe konvertimi filloi nga një pjesë e pushtuar e Shqipërisë. Nuk e di këtë moment, me thënë të drejtën, por nuk duhet jetë plotësisht e vërtet. Kështu ka ndodhur, sepse kjo që përmendët ju që kristianizimi I bulgarëve, do me thënë, ju e dini që slavët e morën, krishtërimin e morën nga Bizanti. Krishtërimin, pastaj dhe shkrimin janë këta apostujt e famshëm. Po, ky, do me thënë, Shën Kirili dhe Metodi, që e mban Universiteti I Sofjes sot emrin, dhe ky tjetri, dyshja tjetër, Naumi, dhe pra kanë qenë dhe një dyshe tjetër që s'po më kujtohet tash, që kanë lidhje me kulturën dhe shkrimin slav. Pra. Me kulturën dhe shkrimin slav. Pra, do me thënë, sundimi bulgar, gjithashtu, la gjurën të veta. Por ne thamë edhe me përjardhi nga perëndimi, kush do thoni ju? Jo, akoma, po para anxhuinëve kush ishin? Normanët. Pra të parët ishin normanët, shekulli 11. Robert Guiscardi I famshëm, pra, që zbarkuan në pjesën bregdetare, Durrës e poshtë. Pas normanëve, anxhuinët më vonë, shekulli 13, 14. Anxhuinët të cilët, pse e theksoj këtë, se normanët patën efekte më relativisht më të dobta, pse se erdhën shpejt, përfshin një pjesë relativisht të vogël që kishte të bënte me bregdetin e Adriatikut, kurse anxhuinët jo vetëm që hynë brenda vendit, jo vetëm që vendosën sundimin e tyre, por krijuan edhe atë të famshmen mbretëri të Arbërisë në vitin 1272. Anxhuinët I dhanë impulse të fuqishme katolicizmit shqiptar, në infrastrukturë, në potencial klerikal e kështu me radhë. Pra, e shikoni çfarë kompleksiteti ka në këtë kalim nga Bizantin, periudhën osmane, çfarë veçorisë, çfarë specifikash ka vendi ynë. Do me thënë, është një vend ku kultura lindore, qytetërimi lindor, është në një kontakt të vazhdueshëm, në një ndërthurje të vazhdueshme me qytetërimin perëndimor. Kështu ndodhi edhe në shekullin e 15, kur vendi ynë filloi të rrihet nga fladi I freskët I rilindjes europiane. Një moment, një fazë shumë e ndritur e qytetërimit europian. Shumë, po them gabim shumë, po disa intelektual të njohur shqiptar, ju e dini, si që ishte Marin Barleti për shembull, e të tjerë, kontribuan drejt për së drejti në kulturën humaniste të rilindjes europiane. Shkruan vepra sipas stilit humanist europian. Barleti I pari për shembull, historinë e Skënderbeut dhe të tjerë. Rrethimi I Shkodrës, po sidomos ke historia e Skënderbeut, duket ndikimi I fortë I antikitetit greko-romak. Pse rilindasit dhe humanistët e rilindjes, çfarë kishin? Gjën kryesore, kishin evokim të traditës së shkëlqyer greko-romake. Për ta mesjeta nuk ishte gjë, për rilindasit e kishin gabim, po kështu thoshin. Pra, mesjeta ishte një dark age, asgjë. Me ne fillon tashi, që po marrim dhe po I referohemi, një fazë të shkëlqyer siç ka qenë tradita e famshme greko-romake antike. Prandaj dhe ke Barleti, ke historia e Skënderbeut, për shembull, fjalimet që vijnë në gojën e Skënderbeut,
studiuesit, ka pas një studiues kritik rumun, sidomos një Francis Paul, i cili i merr një për një ato tekstet dhe i krahason me fjalimet e famshme oratorëve antik. Fjalimi i Krujës për shembull, apo i 28 nëndorit kur vjen në Krujë, mënyra si i drejtohet pra popullit shqiptar e tjerë. Pra, ajo që desha të them, çfarë është? Që është shumë komplekse ka përcylli i shqiptarve nga ose i kulturës shqiptare, i zhvillimeve shqiptare, qoftë në rrafshin politik, qoftë në rrafshin ekonomik dhe kulturor, nga periudha bizantine në periudhën osmane. Ka veçoritë e veta pra. Ka veçoritë e veta. Tani, thash që nuk ishte i drejt për drejt. Por, sigurisht, që nga Stambolli, kryeqendra e perandorisë osmane, dhe deri këtej, ne e kemi të vërtetuar tashmë që në realitetin e ri, Osman sigurisht integrohen shumë element që vinë nga perandoria bizantine. Madje po ju them një gjë, që Osmanët e kishin merak këtë çështje, që aty ku s'dinin e merrnin me shumë pa në kompleks traditën vendase, apo një traditë më të mirë që kishte lënë tjetri, dhe thoshin në regjistra ka shënime për shembull, të veproj thot sipas praktikave të vjetra, sipas ligjit të vjetër, për një çështje, e thot kë regjistri. Pse? Kjo do të thot që ata ishin të hapur për të marrë nga, pse? E njihnin potencialin kulturor të atij që kishin rrëzuar. Po kështu është ndoshta shumë domethënëse. Ju e dini që Mehmeti II, pushtuesi i Konstantinopollit, kishte fuqinë ta rënonte patriarkanën ekumenike të Konstantinopollit. Pra qendrën e krishtërimit lindor. Nuk e bëri këtë, bëri të kundërtën. Pra, jo vetëm që s'bëri atë, po bëri të kundërtën. E fuqizoi më tej rolin e saj. Me dekretet veçanta e konsolidoi fuqinë e saj. I dha shumë atribute. Madje ka studiues që i krahasojnë dhe me atributet që i njihnin perandorët bizantin. Shumë të drejta për shembull dhe në rrafshin e civil, siç ishin për shembull të e drejta për gjykuar çështje civile, e drejta për të mbajtur regjistrat civil, përveç ruajtjes së liturgjisë fetare të paprekur pra. Dhe të drejtën për të ushtruar lirisht pushtetin e saj shpirtëror pra në të gjithë këtë, po i themi, komunitetin e madh ortodoks të perandorisë. Edhe sigurisht patriku i Konstantinopollit ishte ai që pyetej midis krerëve të feve të tjera pra, pyetej për dhe mbante, pra ishte përgjegjësi, po them në një farë mënyre, para sultanit për komunitetet ortodokse në gjithë hapësirën e perandorisë. Siç ishte kreu dhe i hebrejve për shembull, apo pse? Sepse osmanët organizuan të famshmin sistem të mileteve pra, ku secili sigurisht mbi kritere fetare kryesisht, secili kishte një paket të drejtash që i njiheshin me dekretet posaçme, me fermanet posaçme. Natyrisht që edhe zgjedhja e patrikut të ri, Gennadius Skolaris për shembull, ishte shumë domethënëse. Njeriu që kishte luftuar me mishe me shpirt, ky Murgo Skolarios, që kisha bizantine të mos binte nën hegemonin, apo të merrej nga kisha e Romës, pra Vatikani, sepse u bën shumë traktativa në fund, kur rreziku Osman ishte te dera, u bën shumë tratativa
për një bashkim të mundshëm të kishave. Dhe që sigurisht triumfoi krahu që nuk pranonte hyrjen e kishës në juridikcion, brenda juridikcionit të Vatikanit. Pra, është e famshme ajo shprehja që më mirë qalma e turkut se sa skeptri i papës së Romës. Pra, do me thënë, këtu hynte edhe Skolari sigurisht, dhe prandaj edhe ai u vun pikërisht në krye të kishës ortodokse, patriarkanës ortodokse të Stambollit. Natyrisht, Osmanët ruajtën gjithashtu edhe emrin e vetë kryeqytetit, Konstantinopoj. Në trajtën, për shembull, po të shifen fermanet e më vonshme osmane, në fund thuhet, vendi i Konstantinit, Mahrusej Konstantinie, ruhet edhe shekuj më vonë, pra. Në emrin zyrtar, poshtë që vije i fermani, i hartuar për shembull në vendin e Konstantinit, Mahrusej Konstantinie. Të zhvendosemi tani në territorin ton, territorin shqiptar. Sigurisht edhe në mjedisin shqiptar, vihet re edhe risia, pra change, edhe kontinuiteti, ose vazhdimësia, pra vijimësia, në procesin historik, në Bizanti, në perandorin Osmane. Çfarë shohim ne për shembull? Shohim që zeje që kanë ardhur që përpara, me traditë të hershme, mbijetojnë edhe në realitetin Osman. Siç kanë qenë për shembull argjendarët, siç kanë qenë për shembull samarpunuesit e shumë të tjera që ishin ende në perandorinë osmane, ishin atribut pothuajse ekskluziv i të krishterëve ortodoks. E kemi të vërtetuar pra me dokumentet osmane, po të shifet Berati për shembull. Fjala vjen zanati, zeja e tabakve për shembull, e lëkur regjit dhe lëkur punuzve. Për të mos përmendur pastaj kishat që vinë nga koha e Bizantit, që i kemi në Berat, i kemi në vendet tjera, që fatkeqësisht disa edhe u prishën, u prishën kohën e Enverit për shembull, diktaturës e tjera, dhe u rënua. Kështu që ose u gdhendën, i keni parë për shembull në këtë voskopoje, këtë që kanë bërë me i kanë ngërvishur me gozhda, do me thënë, është një gjë që e palejushme, por ka ndodhur. Do me thënë, trashëgimia bizantine dhe në këtë sens është shumë e fuqishme. Dhe ajo që desha të them në fund të kësaj ligjërate është fakti që natyrisht për Shqipërinë dhe shqiptarët, zhvillimi i këtyre proceseve historike, kjo miksturë e madhe faktorësh në shumë periudha, përplasje hera herës, bashkëpunim hera herës, natyrisht që i ka dhënë historisë të shqiptarëve një bukuri të veçantë, një pasuri të veçantë. Dhe vetë historia shqiptare me kalimin e shekujve është pasuruar nga këto burime shumë të fuqishme, dhe natyrisht shumë prej tyre janë trupëzuar brenda kulturës son kombëtare shqiptare. Janë bërë njipra brenda kulturës son. Përbëjnë atë që quhet sot trashëgimia kulturore dhe historike e shqiptarëve. Me shumë elemente së cilës ne sot krenohemi edhe në botën e jashtme dhe i kemi pjesë të pasaportës son për integrimet euroatlantike të Shqipërisë dhe të shqiptarëve.